Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga i falë dhe ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, do të flasim sot për respektin dhe nderën që njeriu duhet m'ia bëj vetvetes. Një ditë më herët folëm për respektin dhe nderën që Allahu xhaleshanu e ka bërë njeriu. Sot do të flasim nëse Allahu neve na respekton, na nderon, si ne e nderojmë vetveten. E para, njeriu e nderon vetveten me dituri. Si me dituri? Kur i din punë dhe nuk i din punë. Kur e din pse ka ardhur këtë botë. Kur e din çfarë obligimi ka ndaj Zotit, çfarë obligimi ka ndaj njeriu, çfarë obligimi ka ndaj prindit, çfarë obligimi ka ndaj fëmijëve vet, çfarë obligimi ka ndaj kujshive, ndaj fëmijëve kështu më radh. A ka dallim çaj që i di këta punë dhe ai që nuk i di këta punë? Pa ai që nuk i di këta punë, që ai shembull nuk e di që i ka obligim babës. Ai nuk e ka respektuar veten. Ai kit botën respekton me vetveten jo. Thot Allahu në Kur'an: "Amman huwa qanitun ana al-layli", kush është më i mirë, thot Allahu? Ai i cili nuk falet apo ai i cili falet edhe bile natën mundohet me fal, me ndet, zgjuar, me fal namaz dhe me lexu Kur'an, dhe rrethot sajiden, edhe i bën sejdë Allahut, wa qaima, edhe rin kamp. Rin kamp do të thonë duke u fal. Yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih. Edhe ai friksohet se në ditën e gjykimit ka me dal para Allahut, edhe kërkon nga Allahu xhaleshanu rahmetin e tij. Do të thonë kjo njeri është i thjeshtë, ky njeri është i thjeshtë, nuk ka ki kushe diçka ndaj tjerëve, mirë po që e ka një dallim. Natën, kur ne ndoshta flejmë, a i zgjohet nga dal, merr abdes, falet, rrin sejdë, rrin kam, rrin ruku, lexon Kur'an kështu më radh. Allahu thot: "Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." A janë të barabart ata që dinë edhe ata që nuk dinë? Do të thonë, kjo tash e shtjellon mirë këtë çështje. Thot, a janë të barabart ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Innama yatadhakkaru ulul albab. Me të vërtetë të përkujton ose e përkujton ose e din ata të cilët kanë dituri. Të ndërshëm vëllezër, me këtë ajet Allahu xhaleshanu ka dashur na tregu që nuk janë njësoj ata që dinë dhe ata që nuk dinë. Ndoshta ndonjëherë ne mundohemi me i bën njësoj. Mirë po Allahu i ka dalluar. Tash jam duke fol për dituri. Lloj shmëri të diturive kemi, dituri fetale, dituri shkencore, e kështu me radhë. Për shembull, në mesdis bëjnë debat hoxha me avamin, a mundet? Nuk mundet. Në shkencë bën debat shembull matematicieni me avamin, a mundet? Nuk mundet. Tash ne i japim zordën njerë. Si ma keq se mi thon hoxhës, valla hoxhës spajtohet unë. E me çka spajtohesh ti? Mu më mërmendja, s'ka me mende këtu. Ose e di ose nuk e di. Se ai që i thot hoxhës spajtona, i thot edhe ati në matematikë spajtona, edhe ati në biologji spajtona, edhe ati në fizikë spajtona, hajt ti në të regot çka atëherë. Dhe më thonë, njerëzit që dinë dhe njerëzit që nuk dinë nuk janë njësoj, por atë çka duhet me qenë të ndëgjueshëm. Une, për shembull, di diçka tash, që ju ndoshta nuk e dini. Ama ju atë që e dini një nga një, unë nuk e di. E tash, për lloj shmëri të diturive, unë në diçka jam ma i Zoti, ama ju në diçka jeni ma të Zoti. A çka ka problem? Çka ka? Kur gjanë s'ka problem. Ama jo njeriu mu bëj mençëm në këtë punë. Pa bazë të diturisë, dush me pas bazë. Dush me ditë ku mbështetesh për atë që e thot. Si do qoftë, të ndershëm vëllezër, Allahu xhaleshanuhu
e ka respektu edhe e ka ngrit njeriu duke e ngrit vetveten. Si? Me dituri. Me dituri. Sepse Allahu Gjeleshanu kush i frigohet më së shumti? Ai që di. Pse pa e di ditën e gjykimit, e di shejtanin, e di me laqin, e di dunjan, ai që se di, ta bollarasa. I bje fillet vllat, je kuet, ja ka xhenet, ka xhenem, për shembull po them. Ai që e di tërmetin si ndodh, edhe ai që nuk e di, a janë njësoj? Jo, nuk janë njësoj. Ai që e di, për shembull se ka mundësi kështu me ndodh, edhe ai që ana hatën, nuk janë njësoj. Do me thonë, Allahu Gjeleshanu kër e krahason të dirën dhe të pat diturin, krahason në bazë të asaj që jemi duke folë. Për shembull, nëse flasim për fej, ama feja nuk ka vetëm ders me tregu. Kjo ders me tregu, kur gjo hiq? Feja ka fik, ka regullat shariatit, ka hadith, ka Kur'an. Në po në pëshimë dalim lexojm Kur'an, me oba me ardh një profesor i Kur'anit, ndoshta muhe, një 70% thot, valla 70% që ke i dobet këtë punë. 30%, ama ju vë shembull unë ju dukra që lexoj më smiri, apo? Ama i profesori i Kur'anit kër vjen thot, ja, as kun si. E çka me marrë nati tashmu? Jo, valla s'duhet me marrë nati, pse ajo dejetin atë punë. Ai profesori fikut edhe ai tjetri nuk janë njësoj. Do më thonë, këtë aspekt të dërshë vëllezër, nuk ka nevojë ne mu demoralizu pëse dikush di ka, po duhet me ka inatësor, e tash në këtu nxjerrni një zilin ju, moj ziliqarë, mësojnë me ma shumë, moni më të ditur, nuk ka problem. Do më thonë, zilia këtu mundët. Bëhu ziliqarë, bëhu inatësor, edhe mëso ma shumë saj tjetri. E dita, njeriu e respekton vetveten duke adhuru Allahun subhanahu wa taala. Allahu Gjeleshanu ja u tërhek vërejtjen ehlul kitabit. Ehlul kitab janë njerëzit që shkon, do më thonë, pas në këtë rast të ashtu, në këtë kohë mundën me qenë, edhe pse Allah e lem a mundët as mundët, po krishterët dhe hebrejt, ato që shkojnë pas Tevratit dhe Injilit, këto janë ehlul kitab. Ka thonë, ja ehlul kitab, la të glu fi dinikum, o ju pasarësit ose ata që e pasoni Tevratin dhe Injilit, shumë pe të pranin fejnë e juaj. Ka dhalë se kjo vlenë dhe për ne diçka. Kini po të nëherë ne, kur mundohemi më bo musliman, pa e ditë meselën mirë. Unë e moj mend në xhami që 8-19 vjetë po i bënë xhami, alhamdulillah. Edhe do njëherë grupe të rritë, në xhami një ditë raf, edhe konsultohen e bëjnë pyetje edhe vetën, edhe unë po ju di thamë, o djem, ma ka dhani se kjo fej, nuk obet di afë e 3 afë. E din, moni me në të gjuhën tonë, moni me hudjum, me shpejtësi. Në xhami hijet me dituri. Në xhami hijet me dituri, nuk hijet të nga nenë. Se si hiden. Në xhami a njeri që e falë namazin me dituri, e di qka o të ba, e di pëse është nuk e ba, nuk e len. A nuk e len namazin, ama i që e falë namazin, ku e di unë? Me një hudjum njerë. A e len një avë, një muj, një vjetë, edhe ku ta shofë sa. Para qka mëse të pronin fej, mësë moj ekstrem. As liberal, të mesëm. Dhe më thonë, ne, si njerës, si musliman, nëse duam të respektojmë vetë vetën, atëherë duhet të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Si, për shembull, punët dhe veprat e tona që i bëjmë sinqerisht për hir të Allahut. E dyta, të kemi turp, të kemi mbare, si o mërmendja, jo për ju të vetëve të di që e dini, për ju më të rritë. A kena mare në hijgjbe në trita, ja? Shumë se dhja miria, ja, mu bon qefë me thonë vetës i ri. Ha, kena turpne, si kur kanë pas të pak më të vetët, të. Valla, ja. Pasha Allah, ja.
të urpi marja, motivak ka shku. E keni po, s'ka respekt. E tash, para qka kom për e përmendi, nëse do ti dhe unë, me thonë që i kemi respektu vetë vetën, dush me pas marë dhe tërë. Khauf, frik, nda Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe me besu Allahun Gjeleshanu, jo veç me fjallë, por edhe me vepra. Edhe me vepra, të dhe shumë vëzë. Sepse feja islame nuk ka veçëm imani, nuk ka kaul, me thonë. Po kaulun wa amelun. Dhe me thonë, është fjallë, vepër, edhe o sinceritet. Më tre regula. Atëherë, kur ne do të realizojmë kështu, atëherë ne kemi respektu vetën. Mirë. Në qoftë se pa tjetër që njeriu ta respekton vetën, une i kam zgjedh tre, jo unë, po djetarët që i kanë para po, tre regula duhet mi plëcu njeriu për mi thonë ati që vallahi ti e respekton vetën. E para, e taqwa, njeriu dhe të me pas respekt dhe frik respekt ndaj Allahut. E dytas, as-sabr, duhet me pas durim. Edhe e treta, ihsan, duhet me qeni mirë edhe për vetë edhe për tjertë. Tre regula, e taqwa, i devotshëm me qenë. O njeriu që i devotshëm nuk e ka bon lehtë. Ba e ki duhet mu lodhë ti ma atë për me e gabuaj. A maj që soj devotshëm, i bjen në shkurt. Ai që i bjen që i devotshëm, vallaj du të me sil, për me ronë gjëna, ose për me ambush mendën atë që tjetër. Të ndeshëm vëzër, takvalloku, devotshmërike, frik respekti, dhe Allah subhanahu wa taala është cilësia e parë e atij që e respekton vetën. Si ka mundësi njeriu më thonë une e du vetën, a realisht kritë punë t'i ban, edhe kur qofim ne thonë vallaj be ki njerës se do vetën. Nuk e don vetë vetën, se me do është vetë vetën ki, nuk e ban kështu. E dyta, durimi. Nëse e ke morë në qafë vetën, mos ban sabër. Kështu thonë të ne. Për shembull, baba, të shpije vjen djalli 20 vjetë në shtyp. Thotë o baba, jam rej me këtë, jam rej me atë, po pse s'ban me sabër? Pse e merë në qafë vetën? A nuk është kjo me marë në qafë vetën? A e respektove vetën? Jo, valla nuk e ke respektu vetën. Se ta kishe respektu vetën, s'kishe bon bela. Dhe me thonë, sabri e mban njeriun dhe sabri të obligon ti dhe mu si njerës me respektu vetë vetën. Dhe e treta, ihsan. Fjala ihsan, unë du të them djetarë që kanë thonë, në të abud Allah ke enne këtë rahu, me besu, fjala ihsan du me thonë, me besu Allahun, sikur me pa ti Allahun, fejn lem të kun të rahu, fejn në hujarak, mirë po ti nuk e shef dhe unë Allahun, ma majna shef neve. Kjo vërtet, apo? Ne nuk e shofim Allahun, mirë po e besojmë, sikur me e pa. Ihsan, në këtë derejgje të ndeshën dhe kur të arrivë, në më thonë e kemi respektu vetë vetë. Dhe e treta si rregull, thot duhet njeriu me respektu vetë vetën, duke e mbrojt vetë vetën. Shembull, nga çka duhet me mbrojt vetë vetën? Nga lloj-llojshmëri të problemeve në këtë botë. Për shembull, e mbron vetë vetën nga shkatrimi, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin kombëtar, edhe në aspektin shëndetësor, edhe në aspektin social, e kështu me radhë. Shembull, çka e shkatron njeriu? E shkatron alkooli, e shkatron droga, edhe të gjitha ata që njeriu t'i bëjnë keq. Qoftë alkooli, qoftë droga, qoftë marijuana, qoftë cigaria. Në aspektin moral, zinaja, rrena, gënjeshtra, gibeti. Ti dhe unë, në qoftë se pretendojmë se e dumë vetë vetën,
Edhe I bëjmë çdo gabima. Jo valla ti nuk e do vetën. Pastaj në aspektin shëndetësor, çka të bën alkooli? Çka të bën marijuana? Pastaj në aspektin moral tjetër, tash e keni pa shembull homoseksualizmi. Buri me burin martohet se ka problem, gruaja me gruajen. Bile tash kona për libra e lexova në Facebook dikush I kish përnda, nëse s'jam gabim së në Allah Islami, apo? Për atë lesbejkën, kështu në diçka. Djem të ta unë, kështu këto të rritë, shto e mësën që atë fjallën lesbejk, sikur me mësu baba, nana. Vallaj, interesanta. Kjo me të shkatron në aspektin moral. Para mendoj, tash kena arrit gjatë deregje që kur marim shembuj, I marim shembull gay. Po, që ashtu në libër, shkun gay. Gay dhe më thonë burr me burr mu mërë. As kipe të një shembull tjetëra. Dhe më thonë fëmijëve, pi të vogël, dhe më thonë, pi 10 vjetë, kur t'i bojnë 20, thonë kjo, normalbe, për para o ka pak e përzime dhe loma, ma shtaj s'ka problem. Por e shifni që kitë ma besim të bon. Mos 30 vjetëve, neve kome në ardhë mare, me thonë, mos falë për ato, se s'ka ku tërë mare. Dhe t'ka përcen ato. Sigur tash, disa punë që ka në duke ndodhë, para 50 vjetë dhe t'kishin ndodhë, në to kishim hi prej marës. A mos të apë ndodhin, a folë dikush, kur kush nuk folë. Edhe që kjo puna, ka më arë njerëzit kanë më martu, ndoshta ndërmjet veti, burr me burë, gruaj me gruaj, kanë më bon paracia, burri ka më bon gruaje, transvestite dhe thonë, gruaja ka më bon burr, kur s'ka në folë. E ti e respektove vetën qëto? Çfarë respekti? Nuk duket veti, e shef vetën pasirin e 30 vjetë burr, me e krajat, hajtë bona gruaje. Hajtë bona gruaja 10 vjetë, e shef se tu plak, as burr, as gruaje nuk shkon. Hajde të bona kështu edhe më kështu. E çfarë respekti ti bën e vetës? Vallaj kur zon. Në aspektin moral u degradove, në aspektin shëndetësor u shkatrove. Por çka ka Allahu dhe Resulullah na edukon, thot unë si Zot ju kam respektuar, ju kam nderu, e ju vetën nuk e respektoni dhe nuk e nderoni. Dashur vëllezër, edhe e fundit, të gjitha punët dhe shkaqet duhet t'i merr njeriu për me mbrojt vetveten. Si për shembull, edhe për me mbrojt vetën, para herë duhet me siguru riskun. E riskun e siguron njeriu vetë Allahu e siguron riskun, mirë po t'i akhdh bil asbab, duhet me marrë shkaqet. Nuk guxojmë me fletë, natë ditë me fletë, e pastaj valla s'kemi. Jo, ti dush me punu, mu mundu e pastaj s'kemi, Allahu dhe lëshanu atë punë din më së miri. Thot Allah, i'lemu, ta dini, enëme l'hajatu dunja, se me të vërtet jetën këtë bot, laibun wa lahun, është loj, është knatësi, wa zinetun, është zbukurim, wa tefakhurun, o mburje, bejnekum ndërmet jush, wa tekathurun fil emuali wal aulad, edhe lufta, gara, në këtë botë bot, kështë ka me pas ma shumë fëmi, e kështë me pas ma shumë pare. E të holla. Mirë pa Allah dhe lëshanë dikuj që do nuk jep, e dikuj që s'do hiq jep. Edhe kjo ndër, ka dikuj që s'do be fëmi hiq, I ka 7-8, pensa. A më hiq me vetët vëlla s'kum ta sës njani, para me ndoj që fa njeri. Po mi thonë, o ti e në tibe, o ti, që I ki bon 50 vetë, si ki dashmit e tua, pa e si ki një pa të kazu që kur ki linë të ju ka demoralizu, se hitë s'ka dash, për që ki ardhë. E ma kesi njerit, ma Allah mi dhonë fëmi dhe me thonë, valla zdo, po që të ka në ardhë. A nuk ka të turpa. A në buri kjo në nëshmim? Valla në nëshmim. Edhe garën me që I bëjmë dërmet veti, kush po banë ma shumë parë, kjo në normali. Edhe me thonë të kush, o që unë s'jam. Kitë ka pakina qef me bo gara, kush I ka gjepit ma të mbushur me të holla. Si dhe qoftë, wa me jettëki Allahe, yaj'al lahu makhraja min haythu la yahtasib. Ai cili është I devotshëm,
dhe i frikohet Allahut subhanahu wa taala, Allahu ja dërgon rrezikun nga se kujton ai. Do të tash akhd bil asbab. Si i me shkaqet, bosh i devotshëm, bosh djali mirë, i respekton prindërit, e don xhamin, punon ka pak edhe Allahu dhe lëshon nga ti se pret ka me të shurës këtë. Ama në qëfë se flen, pastaj valla s'jam i knaqur. Normalit që kime kon i knaqur, se edhe puna jote është jo e knaqur për më arriti ti dikon. Të ndashëm vëzër, për në fund të lusë Allahu subhanahu wa taala që të na bën prej atyre që do të respektojmë vetë vetën, do të respektojmë shokët e tonë, familjet e tona, bashortet e tona, fëmijët e tonë, xhamatin tonë, me të gjithë ata që na rrethojnë. Inshallah Allahu na udhëzon edhe të gjithë së bashku në xhennet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.